atëherë të flasim për atë që u fol në bordin e paqes. Ky komunikim publik që ndoshta është bërë mes presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit të SBA-s Donald Trump ngre dhe pikpyetje të rëndësishme për fazën aktuale të dialogut dhe rolin që SBA-t synojnë të luajnë tashmë në të ardhmen. Mendoni se po sinjalizon presidenti i SBA-s Donald Trump një rikthim aktiv të SBA-s në dialogun mes të dyja vendeve pra Kosovës dhe Serbisë? Ne kam analizuar që nga ardhja në pushtet të presidentit Trump se nuk ishte në fitore vetëm e qytetarëve amerikanë, por gjithë popujve që synojnë të ndërtojnë demokraci dhe që duan paqen. Unë mendoj se mesazhi doktrinor që është dhënë tashmë paqe të garantuar përmes forcës dhe stabilitet politik të garantuar me zhvillim ekonomik janë koncepte doktrinore që zoti Trump veç ka filluar të implementojë në mbar votën dhe kryesisht në vatrat e krizave. Përfshirja e Shqipërisë dhe Kosovës në nënshkrimin e aktit themeltar të bordit të paqes është një mesazh i qartë se këto dy vende janë rroshtuar tani në vendet e botës që pretendojnë stabilitetin global, paqen globale dhe atë ta garantojnë përmes komponentes që quhet forward, që sot është një doktrinë e presidentit amerikan. Dhe unë mendoj se kjo siguri globale mund të garantohet në 3 dimensionet, e që janë një forcë besueshme ushtarake, që është synimi i presidentit Trump dhe me reformat që veç po i bën në kuadër të forcës dhe angazhimin e të drejtë për drejtë të aleatëve, por edhe përfshirjen e regioneve, vendeve të caktuara ku pretendon se mbrohen interesat strategjike të SBA-ve në kuadër të ligjit të mbrojtjes, siç e patëm para pak ditë, edhe përfshirjen e Kosovës. Tani për Shqipërinë po e llogarit gjithmonë si pjesë të strukturës ndërkombëtare të sigurisë, se është vend antar i NATO-s dhe në aleancë permanente me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dimensioni i dytë që unë e shoh konsolidimin e kësaj doktrine, implementimin e këtyre doktrinave Trump, është edhe një kohezion politik që duhet me pas, domethënë i cili tash po ndërtohet veç me këtë bord paqes dhe me shumë raporte të tjera, edhe të karakterit ekonomik, po dhe gjeostrategjik të sigurisë që ka ndërtuar SBA-ja me aleatë të ndryshëm, dhe një zhvillim ekonomik që i cili garanton stabilitet. Kjo është pjesë e konceptit doktrinor të presidentit Trump. Paqja e qëndrueshme apo ajo çfarë synon presidenti Trump përmes këtyre iniciativave dhe kësaj reforme që po bën në administratën e Shtetit Amerikan me theks në politikat e sigurisë, politikat e jashtme, unë mendoj se është një privilegj dhe shkallë e lartë e përgjegjësisë, por edhe lojalitetit apo besnikërisë që ka treguar dy shtetet tona, por edhe shumë shtete tjera që janë përfshirë me vetë kërkesën e presidentit Trump duke i ftuar atje. Pra, ajo që mendoj se tani jemi përballë një raporti drejtës ndërkombëtare e cila synon për një stabilitet politik në Ballkan dhe në këtë kontekst e shoh jo vetëm angazhimin e Kosovës në kuadër të bordit të paqes, që të tregoj se është e gatshme të marrë barrën e përgjegjësisë për të mbështetur paqen në botë, me qenë se është edhe një ndër, unë kam qenë në vetë një ndër autorë të rishikimit strategjik sektorit të sigurisë dhe krijimit forcave të armatosura të Kosovës me fusha misioni ku operacionet ndërkombëtare brenda saj, operacionet e mbështetjes paqes janë edhe fushë misioni e forcës dhe me këtë po kallzon Kosova se nuk do të jetë më vetëm ajo që konsumon siguri, hapret mbështetje dhe kërkon mbështetje dhe siguri nga aleatët, por do të marrë dhe barrën e përgjegjësisë për ta mbështetur paqen në përbot. Kjo është një tregues pozitiv, kurse fjala e kryeministit të Shqipërisë, zoti Rama, kishte një konotacion më të fuqishëm, ai vuri në theksin tek zhvillimet të cilat quajnë në një destabilitet në Ballkan dhe një mbajtje në gjendje shumë të brishtë të sigurisë në Ballkan. Këtë e kërkojnë nga drejtësia ndërkombëtare, pra e cila me procesin që po mbahet në Hagë dhe gjykimin e liderit kryesor apo liderëve kryesor të luftës, por edhe të paqes, siç janë presidenti që ka qenë nga detyra zyrtare dhe ish kryetari i parlamentit, unë mendoj se kjo i ka bërë qartë se cila është rruga për të pasur një stabilitet politik në Ballkan, pra një stabilitet qëndrueshëm. Gjykata ndërkombëtare nuk guxon të jetë, edhe pse është e pashmangshme,
nuk do të jetë faktor destabiliteti politik, duke goditur figurat kyçe barçe të luftës. Presidenti tha që u arrestuan në një moment shumë kritik, pra ishte momenti kur pritet në nënshkruajnë një marrëveshje e shtyrë nga vetë presidenti Trump në mandatin e tij të parë dhe që kishte synim pikërisht konceptin doktrinor të presidentit Trump. Pra, stabilitetin politik në Kosovë përmes zhvillimit ekonomik. Pikat që përbante e marrëveshje ishin kryesisht të karakterit në shumicë, do të thonë pjesën ndërmuese, ishin të karakterit ekonomik, që synonin ta përgatisin Kosovën për një ecje të qëndrueshme përpara në momenti kur do të kishte një përmbyllje procesit politik me Serbinë, pra si shteti i pavarur dhe sovran. Dhe unë mendoj se kjo do të ndikonte drejt për drejt në rregullim në raporteve, sepse po t'i shihni pikat që janë përfshirë, hekurullat, autostradat, çështja e ujmanit, që është burimi kryesor i çështjeve energjetike në Kosovë, po dhe ujpijes. E të tjera tema që janë përfshirë brenda asaj marrëveshje, mendoj se kanë qenë jetike edhe do të mbeten prapë, edhe nëse s'ka do të ndodhte ata supozojmë një përmbyllje procesit politik me një marrëveshje finale, Kosova në të ardhmen prapë do duhet krijonte nën marrëveshje dhe do të përballen pikërisht me këto tema që përfshihen në marrëveshjen e Washingtonit. Dhe në një marrëveshje që ishte e shtyrë nga presidenti Trump dhe arrestimi presidentit Tashi pikërisht në këtë moment, unë mendoj se duhet ta bëjnë të reflektojë edhe vetë presidentin Trump dhe fjala e kryeministrit Rama ishte e goditur dhe kërkesa që i drejtoi po ashtu ishte potencialisht e mundshme për të ndikuar në këtë drejtësi që të mos perceptohet si një faktor të stabiliteti apo instrument që të kthehet në një instrument që forcon rendin dhe stabilitetin rajonal. Besoj se do ta ketë efektin e vet. Sa kjo do të jetë e mundshme mbetet të shtyp. E qartë, por zot Berisha, si do të ndikojë gjithë kjo deklaratë në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian? Rrezikon ndoshta të krijojë një tension, do ta quaja, mes qasjes amerikane dhe asaj europiane dhe cili është mesazhi që i përcjellet edhe palëve? A mund të jetë ndoshta një presion, sidomos në një kohë kur dialogu ka kaluar ndoshta në faza të ndjeshme politike, por edhe sigurie? Tani shqipe, vërtet Kosova që ndodhet në territorin e Bashkimit Evropian dhe synimi ynë është integrimi në Bashkimin Evropian, por edhe integrimi atlantike. Mirë po kemi edhe një amanet brezash që është orientimi strategjik i kombit shqiptar, po flasim për Kosovën, aleanca dhe misia permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që unë edhe me tej do t'i konsideroj si faktorin kyç për stabilitetin në vetë Bashkimin Evropian, pastaj po minimizoj në ballkonin perëndimor dhe në botën shqiptare apo në Kosovë. Deri në vitin 2022, Bashkimi Evropian ka pas një lloj ambicie me të cilën është munduar ta minimizoj impaktin amerikan në territorin e Bashkimit Evropian. Është munduar ta minimizoj me një objektiv jo real, sepse edhe vetë NATO-ja si është garantuese e sigurisë së Bashkimit Evropian, ju e dini se ka qenë deri me ardhmën e presidentit Trump, ka qenë diku 70% e komplet kapacitetet ushtarake dhe fuqisë ekonomike të NATO-s e ka përbërë, e ka financuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 30% të gjitha vendet tjera anëtare. Dhe këtu nuk flitet për supremaci, po këtu duhet flitet për një mënyrë racionale për një fuqi garantuese nga shërbimet edhe të vetë Bashkimit Evropian. Pas vitit 2022, kur filloi lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian tashmë ka të qartë se ka qenë i pafuqishëm dhe mbetet i pafuqishëm të përballet me ndonjë sfidë të tipit çfarë është pretendimi rus. Pa prezencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ukrainë, në kuptimin e mbështetjes ushtarake në luftën e Ukrainës kundër Rusisë, Bashkimi Evropian rrezikon, Shtetet e Bashkimit Evropian rrezikojnë të riokupohen komplet ai bloku lindor, mos flasim për mundësinë e një shtrie edhe më të madhe. Prandaj, këta Bashkimi Evropian duhet të jetë të vetëdijshëm, duhet të jetë koshient se ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës po ju jep hapësirën e nevojshme që të rikonsolidojnë forcat evropiane. Dhe zatën prandaj do bëhet ndarja e tij buxheti për 800 miliardë, që unë mendoj se ka qenë veprim i mençur për të quar përpara kapacitetet ushtarake për të përballur me rreziqet ndaj ardhmen. Por mbijetesa dhe ekzistimi i Bashkimit Evropian ashtu si edhe Kosovës
është e lidhur drejt për drejt me fuqinë dhe përkushtimin amerikan. Kështu që unë edhe me te jam si të partizan i idesë se ne duhet luftojmë për integrime. Dhe ky është synimi ju, edhe gjitha reformat dhe që po bën qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë dhe në brenda të rajonit, kanë synim përgatitjen e vendit për integrimin në Bashkimin Evropian, sepse këtu takojmë edhe aspektin politik, edhe